E kanë brapa e dyta i Sinanin. Tur! Duhet u them të gjithve që deri ditën e djeshme unë kam qenë një antar i Partisë Socialiste, për me ditën e djeshme as unë, as familja ime, as miqtë e mi, as drejtësit që më rrethojnë, mas u afroni të zona jonë. Një fjallë kom për Ramush Haradinin. Ramush, jam djalë i Bacit Agron që të njeh shumë mirë. Ke hongër bukën shpiteme, mos pëtyj pjata ku ke hongër. I bëj tyrje të unë në palës, veqet të koraj të shbojnë e kombit, shkoj dhe të shafin është në thaqin, bashkë për flajnë e ti ka një thaqin, është dhe shpia ka një thaqin që vra, atë një ashoj bashkë për familje. I bëj tyrje. Ju bëj thirrje gjithë, nesër edhe më shumë, tërheqen! Nesër më shumë! Kam një vredje. Doa t'ju tregoj të gjithëve se secili që vjen këtu flet veç në emrin tim personal. Kemi folur me nipin e komandantit legjendar Tahir Sinani që të qëndroj vetëm brenda Shqipërisë me hallet që ka Shqipëria, por nga emocionet a i dole atje ku fjalët përveç qeverisë shqiptare i përkasin veç ati personalisht dhe të gjithë organizatorët e protestës diferencohen nga të gjitha fjalët që u thanë përveç Edi Ramës dhe Taulant Ballës. Nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie për fjalët që janë thënë për njerëzit andej dritës. Ju lutem gjithë folësve t'i përmbahen çështjes të Shqipërisë, çështjes të qeverisë të korruptuar të Edi Ramës, problemeve që kemi me qeverinë shqiptare që na ka shqitur, na ka tradhtuar dhe ka bërë çdo të zezë kësaj vetë vende. Të ndahemi brenda Shqipërisë, aty ku na takon të rrim. Revolucion! 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 O njeri, do të të flas ty që po na shikon nga kamera tashi, që po na shikoni nga telefonja, nga shtëpia, nga kafja, nga puna dhe akoma po pyesni, pse të dalë në protest? More, po na vjedhin, po na shesin e po na ndjekin. Pse të dalë në protest? Keni motra, keni vlezër, që i keni jashtetit e i shikoni një herë në vit. Keni nipër, keni mbesa dhe i puthni nga kamera e telefonit. Po na shikoni tashi, nga shtëpia, nga kafja, nga telefoni dhe ende pyesni, pse të dalë në protest? O njeri, pse të dalësh? Po të bësh dasëm, more, me këtë do e bësh. Vetëm se këtu nuk ka më të rinj. Pse të dalë në protest? O njeri, more, do të varrosin nesër, me këtë do të varrosin. Vetëm se këtu nuk ka më njerëz. Se të dalë në protest? Si të dalë në protest? Si të dalësh në protest? O njeri, ti që po na shikon tani nga kafsha, lëna atë që po bën, qohu edhe kudo që të jesh, në çdo lagje, në çdo rrugë të Shqipërisë, more sikur para shtëpisë tënde të dalësh. Përpara shtëpisë tënde në rrugë të dalësh, mjafton, po del për veten tënde. Dua të na shtuki nga vendi jon dhe ne do të bëjmë revolucion, revolucion, revolucion.
Një denoncim shkon për policinë e shtetit dhe policinë e tatimeve që ka vunë sulm shumë për qytetarëve, biznesmenve, ale kanë Shqipërisë. Ne po ju themi, nëse ju të vazhdoni me procedime, me kërcënime, me shantazhime, atëherë ne nuk e mbajmë popullin që të vihet të shtëpia tuaja. Prandaj, thirrja vllazërore shkon për ju. Ne kemi thënë që protesta do jetë paqësore deri sa përbimshin birin e djallit Edvin Ramovic, ta rrezojmë ashtu siç ta ka hije. Por ju, pasi nuk ju heci asnjë nga tentativat e 100 nga tentativave, po tentoni përmes gjobave siç ishte turpit, që nga 150 herë deri në 400 herë i vut Mërgatës. Policia e turpit, ju kemi dhënë shumë shanse, po ju themi, mos vendosni gjoba ndaj mërgjimtarëve se do ju vinë të ju rrethojnë me ministri, me shtëpi, me drejtori, me gjithçka. Ju kemi thënë që jemi me ju, po jo që ju të shantazhoni të na sulmoni njerëzit. Policisë tatimore, ne dimi kemi dosit e juja, një pjesë e mire juja është kandidat për burg. Prandaj thirrje për Spakun të veprojë sa më shpejt ndaj këtyne hajdutave që vendosin gjoba dhe dërgojnë kërcënime. Një thirrje tjetër shkon për Spak. Arrestoni krye kriminelen e mjedisit, ajo që prishki trashëgimin kulturore, ajo që po prish arsimin, ajo krye kriminele e ka emrin Mirella Kumbaro. E dini se çfarë po ndodh në bënjë të Përmetit, është prish burimin nga Mirella Kumbaro, ati ku qindra mijëra turistë nga gjithë bota shkojnë. E dini se çfarë po ndodh në Erzen, vetëm 10 km, 15 km nga Tirana, po bëhet një shkatrim nga Mirella Kumbaro. E dini se çfarë po ndodh në lumin që zbret nga kahina më e bukur dhe e veçantë e Shqipërisë, Nika i Mërturi. E dini se çfarë po bëjnë bandat e Mirella Kumbarës dhe Belinda Ballukut, po e shkatrojnë. Prandaj Spak dhe prosa më shpejt të arrestosh këta bandit. Mirella Kumbaro, përveç se bandite, ajo është agentja vërtet e Greqisë në zyrat e qeverisë. Prandaj kërkojmë bashkëpunimin e drejtësisë, kërkojmë në mënyrë që populli mos të përshkallëzoj protestën, veproni dhe na lehtësoni fije barën, ne dhe ju. Nesër zbresim në Tiranë 5 europarlamentarë në mbështetje të protestës më të bukur në botë. Ata janë përfaqësues nga Holanda, Gjermania, Italia dhe gjithë turistat nga gjithë bota I keni çdo ditë mes nesh. Thanks everyone to all tourists that joined this beautiful protest. Mediat botërore dhe rrjetet sociale I kanë rëzu makinerinë më të fuqishme e Tiranës, makinerinë e propagandës, bashkë me Endri Fugën. Nuk ka ilaç që ju bën, nuk ka ilaç që ju shëron. Ju të bini në mënyrën më të keqe dhe për prandaj ka disa kompani që po përgatisin disa kosha që në lumin Rama ose lumin Rama ti hedhin në kosh dhe ti përcjellin për në Begdet. Nesër do jetë protesta kombëtare, mos harroni. Ftojmë çdo shqiptar të jetë nesër këtu. Ftojmë çdo shqiptar të prishë gardhet dhe muret që kanë zatuar lumejt dhe krykat e lumejve, kudo. Merrni kazma, lopata dhe leva dhe prishni muret dhe gardhet që kanë zënë frymën
ju mejve dhe prejve të Shqipërisë Betetit, veproni në mënyrë të pavarur. Raman Burg Berishan Burg! Raman Burg Berishan Burg! Raman Burg Berishan Burg! Mirëmbrëma të gjithëve. Nesër do jetë protesta mbar kombëtare dhe unë kam një ftesë për gjithë ju që të bëni atë mrekullinë që bën të shtunën e kaluar, që ta ndezni Tiranën çdo mëngjes me makinat e juaja, që të thrisni nga gjitha qytetet e Shqipërisë që të marshojnë drejt Tiranës me flamujt kuqezi dhe t'i tregojmë kryeministrit në detyrë, sepse kryeministri i shqiptarëve nuk është më, që jemi shumë më shumë se ai dhe jemi shumë më shumë që nuk e duam se sa ata që ai pretendon që e kanë votuar. Më erdhi informacion që nga Shkodra bashkëfshatarët e mi nga Rjolli do nisen në marshim me makina me flamuj kuqezi dhe unë shpresoj shumë që nga çdo qytet, nga çdo cep i Shqipërisë të bashkoni nesër drejt Tiranës me makina kuqezi dhe t'i tregojmë këtij se sa shumë jemi. T'i tregojmë që nuk ka algoritëm që na mundot dhe nuk ka algoritëm që del mbi gjakun e shqiptarëve. Nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë. Vazhdoni paktësisht marshimin dhe nesër më shumë.